Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në episodin e radhës të podcastit tonë. Sot kemi të ftuar Sara Zeka, e cila është kandidate për deputete në Partinë Mundësia dhe le të themi një nga kandidatet më aktive. Sara, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë për ftesën edhe mirë se ju gjeta. Më vjen shumë mirë që ka iniciativa të tilla në Elbasan edhe podcaste të tilla, të cilat unë ju kam ndjekur pak edhe në YouTube edhe pash që keni gjithmonë të ftuar të rinj, njerëz në Elbasan që bëjnë punë të ndryshme, të profesione të ndryshme dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse duhet të promovohen të gjithë. Dhe shumë faleminderit për ftesën time sot. Unë sapo kam ardhur nga terreni, do bëj këtë intervistë dhe më pas do lëviz sërish sepse ti e di se si është fushata këtë ditë, janë 10 ditët e fundit edhe janë shumë aktive. Atëherë, ju vini nga shoqëria civile dhe kandidoni për qarkun e Elbasanit. Cila që është shtysa për të bërë pjesë e politikës? Shtysa kryesore sigurisht është që unë jam gocë Elbasani dhe do doja që në gjithë të vite kam dashur që gjithmonë Elbasanin ta shoh sa më mirë dhe këtë nuk e kam parë. Megjithatë, duke lidhur me eksperiencën time në shoqërinë civile, unë jam bërë pjesë e shoqërisë civile pas një eksperiencë, le të themi, gati 10 vjeçare në punë. Unë kam punuar edhe kam qenë pjesë e sektorit privat ligjor, në një studi ligjore, më pas kam punuar edhe në administratën publike, dhe vitet e fundit kryesisht në shoqërinë civile me projekte të ndryshme, të cilat kanë qenë të fokusuar në zhvillimin social-ekonomik të qarqeve të ndryshëm, të komuniteteve apo parandalimin e migracionit të parregullt tek të rinjt. Dhe ka një arsye në fakt pse vijnë gjithë këto donacione dhe gjithë këto projekte në Shqipëri, sepse mungojnë gjëra. Mungojnë iniciativa për të rinjt, mungojnë tek komunitetet, tek bujësia, tek shumë sferat në shoqërinë shqiptare. Dhe ajo që kam vënë unë që sado që në shoqëria civile përpiqemi shumë dhe bëjmë një punë shumë të mirë, po nuk pati një vullnet politik, gjërat është vështirë që të ndryshojnë. Dhe puna që unë kam bërë me komunitetet, vitet e fundit unë kam punuar kryesisht në qarkun e Kukësit, në bashkitë Has, Tropoj, Kukës, edhe në bashkinë Dibër, që nuk është pjesë e qarkut të Kukësit. Dhe kam kuptuar se sa të papërfaqësuar ndihen njerëzit. Pra nga ata që përfaqësojnë parlament, nga qeveria, edhe ajo lokale, po edhe nga ajo qendrorja. Dhe duke parë dhe nga afër në terren, sepse edhe atje njësoj si tani gjatë fushatës, për shkak të projektit kam lëvizur shumë në fshatra, kam takuar njerëz të ndryshëm, profesione të ndryshme. Pa shumë nga afër realitetin e njerëzve, arsye të vërteta pse të rinjt ikin, shkolla të boshatisura, nxënës që për shkak të mungesës transportit u duhet të bënin 8 kilometra në kënd çdo ditë për të shkuar në shkollën më të afërt. Fshatrat të boshatisur, ku nuk punohen më tokat, një sër problemesh që mua më mërzisin çdo ditë, edhe mendova një ditë u zgjova e mendova mua si ere që jam nuk më tolerohet që të ankohem. Ne duhet veprojmë edhe të gjithë të rinj. Kështu që kjo ishte, më thënë, një shtysa kryesore ose le të themi një konglomerat, një përmbledhje shumë gjërave që unë kisha menduar dhe u bën shtysë që unë të kandidoj. Po sa i takon qarkut të Elbasanit, edhe patjetër edhe gjithë Shqipërisë, se ju thatë që jeni angazhuar edhe në qarkun e Kukësit, sa mendoni se përfaqësohen të rinjt në politikë edhe me investime konkrete, sa mbështeten? Tani, para se unë të shkoja në Kukës, kam punuar në fakt edhe me një projekt tjetër, po për rinin, po për parandalimin e migracionit, që përfshinte edhe qarkun e Elbasanit, kështu që unë isha në shtëpinë time. Dhe kemi punuar edhe me këshillat vendor, rinor, ose rinor vendor, si quhen. Dhe tani, ironika të gjithë këtyre këshillave në të gjithë Shqipërinë është që kryetar i këshillit rinor vendor është kryetari i bashkisë. Gjë që mua më duket një qëndërzim shumë i madh nga ana e pushtetit qendror, për që gjitha këto nisma rinore, aktivitete rinore ti qëndërzoj. Unë sado shumë i mirë apo i ri në moshë mund të jetë kandidat, mund të jetë kryetari ose kryetaria e bashkisë, të cilë do bashkie, unë nuk mendoj se ai duhet të jetë në krye të këshillave rinor vendor. Sepse të rinjt nuk e kanë atë lirshmërinë e tyre edhe për të shprehur, por edhe për të marrë iniciativa të ndryshme, që ndonjëherë edhe mund të jenë edhe kundra ose mund të jenë të kërkojnë llogari ndaj bashkisë për gjithë investimet që ka bërë. Kështu që edhe për pjesën e Elbasanit kjo është e përgjithshme në gjithë Shqipërinë, por këtë e vura re
edhe në Elbasan. Pastaj duke shtuar faktin që unë shoh një ndryshim shumë të madh nga vitet ku unë kam qenë nxënëse. Unë kam qenë nxënëse Daskal Todrit, e shkollës në Infrashtë, më pas gjimnazit tek Daskal Todri. Kemi qenë shumë aktive atëherë me gjithë aktivitetet që bënin, do të thënë, edhe pse mundësitë ishin më të pakta dhe informacioni ishte më i pakët, si brez, bëhet fjalë për 2007-2011, kështu që kanë kaluar goxha vite. Prap ne ishim shumë aktiv. Kishim një parlament rinor që ekzistonte, maraton rinore që, unë jam shumë e lumtur që është rikthyer pas shumë vitesh, maraton rinore në Elbasan, por kishim edhe një qendër rinore të cilat gjëra tashmë nuk ekzistojnë. Kemi pasur një kinema që ne shkonim pas shkollës me grupe nxënësish, e cila po ashtu nuk ekziston më, kështu që mendoj se Elbasani ka shumë për të investuar në infrastrukturë, por edhe në mentalitet më pas. Nuk ka një hapësirë publike, qoftë edhe një hapësirë kur të rinë të shkojnë, të dëgjojnë muzikë, një shesh të tyre, të dëgjojnë muzikë, të mblidhen. E vetëm mundësi angazhimi për të rinë është të pirit kafe me shoqërinë, ose pastaj angazhimi në parti politike. Po të në mes nuk do të asnjë gjë. Unë mendoj se Elbasanit i mungon shumë edhe investime për sportin, pra të rinë duhet të angazhohen me sport, me art, kulturë. Unë shoh një tendencë shumë të madhe të rinisë shqiptare për shkuar drejt profilizimeve të IT-s, programimit, që është shumë mirë, janë e ardhme, janë tek të së ardhmes, po mendoj se do vi një moment që të gjithë rinjt do t'i kemi në këtë fushë. Dhe pastaj asgjë tjetër dhe kush do na i bëj gjërat e tjera. Po. Kështu që e shoh si jeta është përveç profesionit që ne duhet kemi, sepse në fund të fundit ne duhet paguajmë faturat edhe të jetojmë. Jeta bëhet shumë e bukur me poezinë, me pikturën, me artin. Këto janë gjërat që na zbukurojnë jetën, kështu që përpara se një cilësi jete sa më të mirë për të rinë në Elbasan, mendoj se duhet të jenë të gjitha këto. Po me sa informacione keni, cilat kanë qenë investimet më të fundit ndoshta në qarkun e Elbasanit që janë bërë për të rinjt? Atëherë, unë kam parë që Kalaja ka nisur një investim për një qendër rinore i cili nuk ka mbaruar. Qendra për këshillimin karrierë, më duket është ajo godina? Po, është një godinë që nuk e kam kuptuar fikse për çfarë është, që e shoh që ka disa kohë që nuk ka përfunduar. Megjithatë, unë kam bërë edhe pak researchin tim, kërkimin tim, duke qenë se rinia është fokusi dhe në programin tim si kandidate për deputete. Dhe kam parë që në gjithë qarkun, në 7 bashki, shumica e bashkive nuk ka një qendër kulturore si një qendër rinore. Kjo përfshin Prenjasin, Gramshin, Belshin edhe Peqinin. Cerriku më duket e ka një që është ngritur mbi bazat të donacioneve të huaja. Në Librash po ndërtohet një e tillë, finally, por nuk ka një strategji. Dhe në fakt, edhe po shohësh edhe shpenzimet e bashkive në këto qytete nuk kanë shpenzime të alokuara, të alokuara vetëm për aktivitete rinore. Në fakt, në sajt e një projekti që ne kemi marrë së fundi edhe jemi angazhuar me Birn, kemi pasur në fokus qendrat rinore edhe investimet që kanë planifikuar bashkitë qarkut për të rinjt. Dhe nga kërkesat për informacion që kemi nisur, nuk kemi parë që të kenë plane strategjike, nga përgjigjet që kemi marrë që të kenë plane apo stafat për të rinjt. Dhe këto janë kryesisht koncerte në shesh, kur vjen ndonjë këngëtar, po kjo nuk është strategji për rinjen. Patjetër. Në fakt, së fundmi është premtuar nga ana e mazhorancës, ka dalë një premtim për ngritjen e një qendre si Tumo në Elbasan, po nuk e di, mendoni se është thjesht një premtim elektoral apo ka diçka të realizueshme në këtë mes? Tumo mirë se të vi, po unë kam frikë se është një premtim më shumë elektoral se sa si një gjë e realizueshme. Tani, unë Tumon e kam vizituar në Tiranë, për shkak se kam dashur të angazhoj dhe të rinj me cilën punoja. Tumo zë një sipërfaqe shumë të vogël të pjesës piramidës, e cila ne na u propagandua, na u reklamua që do ishte një qendër zhvillimi dhe teknologjie. Në fakt, Piramida e Tiranës është kthyer në një vend me bar kafe, një hapësirë e lezetshme, por jo në funksionin në cilën u premtua, dhe pjesa e Tumës zë vetëm një hapësirë shumë të vogël. Tani të kthehemi në Elbasan. Ne të kërkojmë të ngrejmë këtë qendrën Tumo që flet për robotik, për animacion, për gjitha këto që
deg shumë të mira të së ardhmes, por që të shkojmë deri aty mendoj se duhet të nisim nga baza. Të shkosh në shkollat e qarkut të Elbasanit, nuk po flasim vetëm për bashkinë Elbasan, por në gjithë qarkun që është shumë i madh, mungojnë gjërat bazën për shkolla, që është laboratoret e IT-s. Pra, ky problem ka qenë edhe kur unë isha në gjimnaz, këta skaltodri që ne mësonim IT-n përmendësh, pra thjesht me librin, bëje kopi këtu dhe paste atje. Jo, ne kemi qenë aq keq, kemi pasur. Tani rrinim nga 2-3 veta me një kompjuter, po kemi qenë më mirë. Po të paktën keni pasur. Dhe po në fakt qarku është shumë keq sepse un kam pyetur, sidomos tani në kohë fushate kam biseduar, ka qelluar të bisedoj me të rinj shumë. Edhe këtë më thonë, unë dua të shkoj për IT, mirë po unë në shkollë nuk kam ku e mësoj, kështu që të rinjt më së shumë të mësojnë vetë në mënyrë autodidakte nga kush është interesuar, kush kërkon nga vetja. Edhe kush ka mundësi. Edhe kush ka mundësi që ka kompjuterin, ka internetin në shtëpi dhe mundohet të mësoj vetë nga YouTube-i dhe nga të gjitha këto, sepse në shkolla mungojnë këto. Kështu që mendoj se ne duhet të... Dhe në shumicën e rasteve dhe terrenet sportive që ta përmendim, nuk është që të gjitha shkollat ofrojnë terrenet mirëfillta sportive, se tani një fush futbolli, po janë raste kur është ftohtë, kur bie shi, pra terrenet duhet të jenë dhe të brendshme. Por për të kthyer sërish ka që po thoshin, tumë është do ishte një iniciativë shumë e mirë, po pasi të bëhen të gjitha këto që janë baza kryesore për të shkollë, sepse tu më do goxha investim edhe në njerëz, edhe në resurse të tjera, kështu që nuk është aq e lehtë, nuk është thjesht hajde të ngrejmë të godinën e bukur, edhe po e zgjidhim këtë problem. Unë e kisha dëgjuar në fakt sepse e ndjek edhe Ministrinë e Rinisë, edhe të Fëmijëve, Agjencinë Kombëtare të Rinisë, duke qenë se kam qenë gjithmonë pjesë e shoqërisë civile. Dhe në momentin që e kam parë, kam thënë, okay, nice, po let's start from the base. Pra le të nisim nga gjërat që janë më të nevojshme në çdo shkollë dhe më pas të shkojmë te gjëra të tilla të mëdha. Ju vetë keni ndonjë premtim apo nismë që do të realizoni nëse fitoni në këtë zgjedhje? Po, unë programi im kryesisht do fokusohet tek pjesa e punësimit të rinjve, duke qenë se e shoh si problem goxha të madh, edhe nga një anketim që kemi bërë, papunësia dhe dëshira të rinjve për të studiuar jashtë janë dy gjërat kryesore që kanë dalë, dy nga gjetjet kryesore. Dhe pjesa e papunësisë sigurisht që mund të zgjidhet duke bërë një studim shumë të mirë të tregut dhe për të lidhur privatin, sektorin privat me të rinjt. Pra, çfarë mungon në treg dhe çfarë duhet dhe çfarë prodhojmë ne nga shkollat tona. Unë do doja që të bashkëpunoja edhe me bizneset, edhe me sektorin privat, edhe për të dhënë subvencione për ata për të krijuar lehtësira në mënyrë që të punësojnë sa më shumë të rinj, për të ofruar edhe praktika pune të paguara tek bizneset apo tek institucionet shoqërore për të rinj të sapo dalë nga bankat e shkollës për të krijuar një eksperiencë pune, po ashtu edhe lehtësira të tjera për të rinjt që duan të krijojnë një biznes të tyre, sepse unë kam qenë pjesë e tavolinave të shumta diskutimi, edhe ajo çka vjen nga sipërmarrësit e ri si problem është që ata nuk gjejnë mbështetje edhe tek bankat, për shembull ka kredit janë shumë të shtrenjta, kanë atë harrova dhe emrin si quhet kur merr një hua në bank, pra të gjitha këto ato janë të papërballueshme, kështu që duhet bërë një rregullim dhe subvencione për të rinjt, për bizneset e reja, për të ndihmuar në 3 vitet e para të biznesit të tyre, me taksa më të ulta, me më pak pengesë dhe të mos e kenë shtetin mbar, në mënyrë që të zhvillojnë bizneset e tyre, sepse dihet që ai periudha 3 vjeçare është dhe periudha më e vështirë. Edhe gjithashtu dhe për ty që je nën 30 akoma, se unë e kam kaluar, edhe një ndihmë shumë e madhe me financime për të blerë një shtëpi, pra me kredi të buta për të blerë shtëpi për personat që janë nën 30 vjeç. Sara, ju faleminderit që ndat me ne në këtë podcast, idetë, strategjitë edhe gjithë eksperiencën tuaj, ishte një kënaqësi. Faleminderit, mendoj se ishim shumë efikase, që si i përmbledhëm të gjitha në një kohë të shkurtër dhe unë ju falenderoj shumë. Ju uroj shumë suksese edhe pse jo edhe nëse nuk unë marr mandat ose jo, unë do jem gjithmonë mbështetëse ideve të tilla, kështu që mbështetjen time do ta keni gjithmonë. Faleminderit. Bashkë do të shihemi në podcastin tonë të radhës, deri atëherë miru takofshim.